kam qenë personalisht në udhëheqje të njësitëve hetimores bashku me 2 kolegët e mi prokuror, me prokurorin koordinator të vepra penale kundër mjedisit zotri Shpan Binaj dhe prokurorin Ramadan Korë, i cili ka qenë edhe prokuror kujdestar. Krimet kundër mjedisit konsiderohen si veprat penale me rrezikshmëri më të madhe globale. Komuniteti ndërkombëtar ka krijuar një gamë rregullash, direktiva e konventa ndërkombëtare për mbrojtjen e mjedisit. Kështu që edhe vendi ynë nuk është imun ndaj kësaj veprimtarie. Në regionin tonë, krimet kundër mjedisit më të shprehurat kanë qenë zakonisht tek vjedhjet e pyllit, mirë po në këtë drejtim kemi pas luftim konkret për vite me radhë. Një pjesë të degradimit mjedisit e përbëjnë edhe veprat penale të ndërtimit pa leje, por që nuk bëjnë pjesë në kapitullin e veprave kundër mjedisit, por pa dyshim që edhe ato shkaktojnë faktikisht degradim të mjedisit, por mbi të gjitha më e veçanta ka të bëjë me degradimin e lumenjve, faktikisht lumit Drini i Bardh. Ashtu si që ndjeni, Drini i Bardh e lag Dugazhinin komplet. Prej Pejes atje, Gjakovën dhe në fund Prizrenin, ku duke u nisur nga Krusha e vogël dhe deri në Shqipëri, në kufirin me Shqipërinë faktikisht është pjesë që na takon kompetencë e prokurorisë themelore të Prizrenit. Kështu që në këtë drejtim ne kemi zhvilluar hetime ndaj këtyre personave që degradojnë mjedisin. Po e largoj nëse kemi probleme pak. Kemi zhvilluar në veçanti hetime ndaj këtyre personave që degradojnë mjedisin, sepse të njëjtit me degradimet që i kanë bërë me mjetjet të rënda e kanë prish edhe rrjedhën natyrore të lumit që rrezikohemi padyshim edhe nga vërshimet në këtë pjesë nëse do të kemi në talmen. Këta të pandehur, cilët i kemi arrestuar sot, kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për miniera dhe minerale dhe kanë vepruar në kundërshtim të plot që nga viti 2016, secili prej tyre janë duke punuar pa licenca, sepse asnjë, po e përsëris, asnjë prej operatorëve ekonomik që veprojnë, po flasim për regionin e Prizrenit, nuk kanë licenca për operim për nxjerrje të rrës dhe zhavorit. Andaj në veprimet e tyre kanë konsumuar elementet veprës penale të ndotjes dhe degradimit të ambientit. Përveç kësaj, duke marrë parasysh mjetet e rënda që ata i kanë përdorur, pas vetes kanë lënë gropa të mëdha që, siç e dini, në atë zonë ka edhe banor për rreth, që janë për rreth lumit dhe aty padyshim që frekuentohen përveç nga bujqit në atë pjesë, edhe nga pjesa më vitale, nga fëmijët që në të kaluarën e dini që ka pasur raste edhe humbjes jetës, andaj me veprimet e tyre dhe gjendjen që po e shihni edhe në për teren, këto janë pamjet të nxjerra nga masat e veçanta hetimore, shihet që degradimi është në shkallë të lartë dhe rrezikshmëria padyshim që është e madhe, andaj kanë konsumuar sipas prokurorisë edhe vepra elementet veprës penale shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm. Aksioni i sotëm i paraprin një hetim mbi 4 mujor. Ju e dini në prezantimin e planit të punës që e kanë bërë para jush në janar, një prej top 5 objektiva kryesore ka qenë edhe luftimi i veprave penale kundër mjedisit. Andaj qysh muin shkurt, personalisht, me vetë iniciativë, kam autorizuar hetimin, faktikisht njësitin e hetimeve kundër mjedisit, që është në kuadër të drejtorisë së krimit të organizuar në Prishtinë, ku me të njëjtit kemi nxjerrë dhe kemi mbledh provat shumëta materiale, kemi aplikuar masa të veçanta hetimore, kemi marrë filmime ditën dhe natën, ashtu siç këta operatorë kanë operuar edhe natën në orët e vona për të ikur syve të institucioneve dhe kemi arritur besoj plot me shumë përgjegjësi dhe me shumë sukses që të mbledhim prova dhe këta kryerës faktikisht t'i qesim para drejtësisë. Në aksionin e sotëm, përveç njësitit të hetimeve për krimeve mjedisore, ne janë bashkangjitur edhe drejtoria rajonale e Prizrenit, edhe stacionet policore të Prizrenit dhe pashtu kemi njoftuar dhe kemi marrë në teren edhe inspektorët e KPMM-s dhe inspektorët e mjedisit. Duke vlerësuar se mënyra më e mirë për t'i goditur këta kryes të veprave penale është sekuestrimi i pasurive specifike, ne vlerësojmë që duhet që më së shumti këta kryes t'i godasim në pasurinë që është si dobi pasurore por edhe si mjet i kryes të veprës penale. Në këtë drejtim kemi sekuestruar mjete të ndryshme që kanë mundësuar kryerjen e veprës penale, sepse kjo vepër penale faktikisht nuk kryhet në duar në xhep apo kryhet me mjete të rënda. Andaj sot jam para jush t'ju tregoj që në aksionin që kemi pas 14 lokacione, kemi arrestuar 17 persona, kemi sekuestruar 38 mjetet kryerjes, 9 prej tyre kamion, 14 eskavator dhe 15
makineri të seperimit ku vlera totale e tyre është 1.950.000 euro, parafërsisht rreth 2 milion euro kemi sekuestruar pasuri dhe kemi arrestuar 17 persona. Prokuroria është e vendosur, ashtu siç e ka edhe mandat, që ta ruaj pasurinë shtetërore, është e vendosur që mos lejoj që kryerës të tillë të pasurohen në kurriz të pronës shoqërore dhe duke shfrytzuar masë të madhe burimet natyrore, është e vendosur që mos t'i lejojmë që kryerës të tillë ta ndotin edhe matutje dhe ta degradojnë ambientin dhe jemi të vendosur që të paktën të mos e lejojmë që në të ardhmen të krijojnë dëm afatgjate që jo vetëm për ne, por do t'i bëjnë dëm edhe gjeneratave tashme e këtyre të fundit të paktën ua kemi me bërgj që t'u ruajmë pasurinë natyrore të cilën nuk e kemi krijuar vetë. Kështu që u bëj thirrje të gjithë qytetarëve, sidomos ata që jetojnë dhe banojnë përreth lumit Drini i Bardhë, që të bashkëpunojnë me organet e ndjekjes dhe sa herë që shohin kryerës të tillë, ta njoftojnë prokurorinë, ti njoftojnë policinë, sepse tek e fundit është edhe obligim qytetar dhe mbi të gjitha është obligim qytetar jo vetëm për raportim veprave, por edhe mbrojtja e mjedisit. Kjo është në pika të shkurtra konferenca për të cilën ne kemi vlerësuar që ta mbajmë, sepse veprat penale të mjedisit duhet t'u japim rëndësi, duhet t'u japim peshën që e kanë, ashtu sikur që i trajton edhe bota mbar, ashtu siç i trajtojnë edhe vendet e Bashkimit Evropian, kështu që ne do të jemi këtu. Dhe jemi këtu për ta bindur edhe gjykatën që jo vetëm të kemi sekuestrim, por të kemi edhe konfiskimin në të ardhmen. Ajo që e thash qysh fillim, ne kemi siguruar provat shumëta materiale, një pjesëve që shihni, ato që kemi mund ta ndajmë për media që edhe ditën, edhe natën ka makineri që pa pushuar kanë punuar në atë pjesë, mirë po sot kemi arritur që t'i ndalim këto makineri, kemi arritur që të gjitha prej këtyre t'i sekuestrojmë, pa dallim dhe kemi arritur që edhe personat t'i arrestojmë. Kështu që ju falenderoj, kushdo që ka pyetje jeni të mirë se ardhur. Shumë prej tyre janë operatorë të njohur për ne, janë recidivistë të veprave penale. Nuk është hera parë që i kemi vendosur para drejtësisë, por unë mendoj që është hapi i fundit dhe ne do ta bindim edhe gjykatën me prova materiale që këto mjetet duhet konfiskohen. Dhe në rast se nuk kemi arritur në këtë rast që ti konfiskojmë mjetet e kryerës me akt gjykime të plotfuqishme të gjykatës, atëherë patyshim që e konsideroj që nuk e kemi arritur edhe qëllimin tonë. Sepse qëllimi jonë është që t'u marrim mjetet e kryerjes, pavarësisht vlerave të mëdha që i kanë ato mjete, pavarësisht që sot ndoshta nuk e kemi kap me vlerat mëdha, por kemi prova me muaj të tërë që ata e kanë degraduar. Veç përveç që janë mjetet kryerës veprës penale, këto janë dobi pasurore e përfituar me vepër penale, sepse këta operatorë ekonomik janë zgjeruar duke përfituar pikërisht prej resurseve natyrore. Kështu që do ta bindim gjykatën dhe këto mjete do të kërkojmë që të shiten nga Agjencia për Administrim Pasurisë sekuestruar dhe të konfiskuar dhe ato mjete të derdhen në buxhetin e shtetit dhe të mos i lejojmë më degraduesit e tillë ta bëjnë gjendjen sikur që e kanë pru, po të punojmë në mënyrë që ta rikthejmë gjendjen natyrore siç ka qenë dhe t'ia kthejmë lumin qytetarëve e jo atyre që pasurohen dhe që degradojnë mjedisin.